mendojnë me jetu edhe me pas dashuri për këtë vend. Veç diçka lartë nëse më u lidhën si të pjesë është pak problem, pra alo me vazhdu që këtë debat ja o dasht mu kriju, gjykata speciale a nuk e dasht mu kriju, se dyqysh e pa me dhe Rubinin me deklarat edhe me qartësim të krejt pozicionit që e ka pas Kosova. Ti këtë gjykatë ose o dasht me kriju, se të ka ardhe si kërkesa Amerikanve, ose o dasht me kalun këshill sigurimit të KB-s. Dhe mos s'ke pas me kur farë zgjidhje. Është vërtet. Shumë e vërtet, zë dy gulli. S'ke pas asë një zgjidhje tjetër, ose o dasht me kriju. Nuk e di, nështë nuk jeti pej tyne, po një di shumë gazetarë e njerëz të shoqërisë civile, besa dhe politikan, që njerëja kanë bon shtratin kësa gjykate, Kretë është e tjetër qka, po në aspektin me pastaj tash dolin e mbrojnë të në qa po bonët, po tash gjykata, a ke keqe, prej fillimit, a u bon ma vën. Rrugës, këta kretë dëshmiti kanë dhonë, edhe për ti dhojnë që rrugës që këtë gjykat, pas kornizën ligjore që e ka, e që obligohet me zbatu, nuk e ka zbatu. Gjykata pas ka qenë mirë në fillim. Gjykatën e ke pas obligim me kriju. Jo, s'ka qenë obligim. Obligim ka qenë, a ke pas kërkesë të Amerikanve? Po kush mërë për të obligim me kriju gjykatë etnike? Mënyra që shumë kriju, mujna me diskutu. Raciste. Mujna me diskutu shumë qka rrëth mënyrës, rrëth asoj qka për pas shansë, Kombët e Bashkuane, a kish pas shansë Këshilli i Sigurimit, s'ta kish bon gjykatë një etnike. Kur? O, Këshilli i Sigurimit e kishe kaluti këto edhe pa e pas as një pytje heq. Ma mire ke bo vetë, që kjo ashimi, kadria, qëtat që të kanë votu, këta e kanë ditë që nëse bëhet që kjo gjykatë kanë me shku vetë, se s'ka pas kur shkën tjetër atje. Nuk e kanë ditë bashkë dikush. Bashkë e kanë ditë edhe për që ata si burështeta si në silë edhe kanë shku. Po, kjo tjetër temë, unë po do të thamë që edhe këtu... Ose po mdo këtë shumë, edhe këza banalitet me vazhdu me usilë të që kjo, me vajtu themelimin, apo e shojmë rrugës që shka degradu gjithë shka. Barazia armëve në proces e kemi po që është kërkun heq. 95% të kërkesave që i ka bo prokuroria ti ka aprovu trupi gjykus. 95% kërkesave që kanë ardhur prej mbrojtjes, po thuj se tu kanë refuzu në përgjithësi. Qitojnë ato aspekte që në shumë raste edhe është shkel digniteti i të akuzumve. Qitojnë ato që ka ligjia u mundësën me i mbrojt komplet, ndërkohë që është veprun kundërshtim me ligjin. Qitojnë që ato që ka na i kemi thonë, edhe shumë anomalit cilat kanë ndodhur në proces edhe e kanë degradu komplet si gjykim. Të krijojshti një monstrum t'il, edhe tani edhe ndodhen këto edhe nuk i shka i ba heq. Sepse vete këna kriju. O, vete këna kriju se s'kena pas qare. Ata s'kan pik për qilit. Jo, s'kan pik për qilit, po të këshim pik për qilit. Kosova me 80 vota, prej këshillit sigurimit të gëbës të këshim pik. Deputete kanë që dorën, e kanë bon këtë vend një gjykate vendore, tu kesh boni tribunal tjetër, penal ndërkombëtar. Le të bonët, po... Jo, se ish konkret histori tjetër me full për që kënë në një prej... Shka ish bon ma keq? Janë ish qinere mazi ish bo. Shka ish bon? Kush mësën për tribunale penale ndërkombëtare, e kush mësën për një gjykat vendore. Edhe të regon ti banë e krasimin tash proceset që në zhvillu aty edhe procesit që po zhvillu aty. Që ku e kemi edhe juristin edhe ta jep sakt qëfar transparentse ka pos atër me qëfar profesionalizmi. Por që ata pe kritikojnë atë qka është të ndodhë. Po themelimin e ke pos obligim edhe s'ke pos qare edhe shumë ma mirë që e kemi bo vetë se sa me naj pas bo në këshillë sigurimit. Jo, bre, nuk është të vërtet aja se këshillë sigurimit si ta keq bon një gjykat një etnike. Për që ta, unë si mu është detyru, ju më detyru si viktim, mi ju drejtu me një kallëzim penal për masakrën në Dubrovë. Dhe që ka ndodhë që 3 vjetë nuk më këthejnë përgjegje. Për shka? Nuk këthejnë për shkak se ligji për dhomat e specializume, ndënë se, po thamë, kur ashtar trandafilova këtu në Kosovë para 3 vjetë, ju kanë bo pytje edhe prej gazetarve, por ju ka bo pytje edhe prej qeverisë, edhe prej kryeministrit, edhe prej ministrës drejtësisë. A mundet kjo gjykat me ndjek edhe krimet serbe që i kanë... Edhe aja ka thonë, jo, ndryshe ka thonë, po nuk ka provu kërkush, sepse gjykata du të minjek krejt, po nuk e ka provu kërkush. Edhe unë që akum bon? E kum bon kallëzimin penal, e kum dërgu edhe aneksin, ja kum bashkan gjitë komplet me dhonat edhe komplet me dëshmit që i kum pos, edhe që ka ndodhë, që 3 vjetë, veç njëherë mu kanë lemru, kanë thonë, këna pranu Londën, mo as një fjallë, 0 fjallë, 0 përgjigje. Unë po mendoj si debati